Rikthehemi në studio me mysafirin që personte është Betim Sulejmani nga shkolla e futbollit Keku. Betim, mirë se erdhe në studion Arenës. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Si po duhet kë Europian? Me siguri keni parë ndeshjet? Po, i kam përcjell të gjitha ndeshjet dhe secila është më interesante se tjetra. Po luhet futboll mjaft cilësor, me intensitet të lartë, me ndrime rezultatesh, me gola, po ka shumë kujdesje, sidomos në fazet të mbrojtjes, ekipet po ruhen, sidomos tashi jemi në fazën pothuajse përfundimtare, natyrisht se ekipet secila po pretendon të shkojnë në finale. Gjysmë finalet na sollën dy takime mjaft interesante, sidomos mes Walesit dhe Portugalisë, dy ekipe që nuk është se është pritur që kanë arritur deri në këtë fazë. Është e vërtet, prej Walesit nuk kemi pritur askush, mirë po nuk është befasi Walesi, sidomos lojat që po i bën tani. Walesi nuk mund të quhet befasi, ai po zhvillon një futboll mjaft interesant, mjaft ofanziv, po posedon topin me secilin ekip që po luan, kështu që Walesi nuk është befasi, ka lejtar mjaft cilësor, ndërsa Portugalia prej Portugalisë nuk është pritur, po mund të themi se me shumë fat ka ardhur deri këtu. Pikërisht për këtë një Portugali që në gjysmëfinale ka ardhur fal barazimeve të shumta. A mendoni se do ta kaloj Walesin ose do të shkojnë në finale? Po tash nëse ndeshja sot me vendoset me penalti, atëherë optimist janë portugezët, sepse definitivisht i kanë kaluar ato me mjaft sukses. Është edhe sfidë mes Cristiano Ronaldos dhe Gareth Bale. Cili mendoni se sonte do triumfoj ose do ta prek finalen? Tash parashikimi normal Ronaldo ka përparësi, po deri më tani Bale ka treguar lojra mjaft mira. Cili është ai që ka vendosur më shumë gjatë këtij Europiani? Cili mendoni se e ka bërë diferencën më shumë? Unë mendoj që Bale ka bërë diferencën, sepse vetë ardhja e Walesit deri në këtë situatë, domethënë është Bale, ai bashkë me lojtarin e Arsenalit, i cili sot do të mungojë Ramsey, kanë qenë lojtarë të kyç të ekipës. Tek Walesi mungon Ramsey dhe Davies, kurse te Portugalia është William Carvalho. A mendon se janë mbuluar pozitat e tyre pasi dihet që Ramsey është njëri ndër lojtarët të kyç të Arsenalit dhe të Walesit? Pikërisht mendoj që këtu do të çaloj kombëtarja e Walesit, për shkak se Ramsey është një lojtar kyç në mesfushën e Walesit. Ai ka qenë një organizator perfekt i mesfushës, edhe do të jetë mungesë e madhe. Po ashtu edhe mbrojtësi Davies, domethënë është një pikë e rëndësishme në kombëtarën e Walesit. Këto do të jenë ndoshta përcaktuese për fituesin e kësaj ndeshje. Zaventuesi thuhet se është king i Leicester City. A mendon se do ta mbulojë hapësirën? Unë mendoj që nuk do të mund asnjëri prej lojtarëve të Walesit ta mbulojë hapësirën e Ramsey. Dalim pak edhe të takimi nesërm Gjermania me Francën. Cila mendon se do të arrijë në finale? Është një finale para finales. Një finale ishte Gjermani-Itali, tash prapë kemi një finale tjetër Gjermani-Francë. Kombëtarja gjermane, si gjithmonë, shkon sigurt deri në finale, pret kundërshtarin ta dënojë në momentet më kyçe, edhe kur asaj i nevojitet. Ndaj Italisë nuk më ka pëlqyer kombëtarja gjermane, për shkak se jemi mësuar ta shohim një lojë pak më ndryshe, por edhe Italia ka pas një ekip të ri, domethënë shumë me një mbrojtje që dihen çfarë kanë italian, po edhe me një elasticitet shumë të avancuar në sulm. Kështu që ndeshja nesër me Gjermani-Francë do të jetë edhe më interesante se ajo Gjermani-Itali, për shkak se Franca ka një ekip mjaft cilësor, edhe shikuar nga emrat ka përparësi në krahasim me kombëtarën italiane. Megjithatë, deri para takimit me Islandën nuk është se kanë treguar lojë të bëndshme ose se atë që bën ndaj Islandës. Po tash është edhe një faktor tjetër, motivimi i tyre që janë në vendin e vet. Publiku, të gjitha janë ato faktorë që do të jenë dominant në atë ndeshje të nesërme. Te gjermanët mungon Gomez dhe Khedira, kurse janë dy lojtarë të kyç thuajse të kombëtarës gjermane. Unë mendoj që të dytë kanë një përvojë të madhe në kombëtare, ata i duhen kombëtarës, por natyrisht se do t'i mungojnë ditën e nesërme, por kombëtarja gjermane ka edhe një bank mjaft cilësore. Edhe pse Müller nuk është se ka treguar lojra mjaft mira, mendon se do të mund ta zaventsoj mirë Gomezi nesër? Mendoj që lojtarët e mëdhenj vendosin lojët e mëdha, kështu që e komentojmë edhe paraqitjen e kombëtares shqiptare.
Vetë presmore e kombëtarës shqiptarë në një Evropian, neve na ka bërë gjithë dhe krenar, edhe mendoj që paraqitja ishte mjaft e mirë, edhe nuk e kemi pritur këtë paraqitje, ata definitivisht kanë treguar futboll shumë të mirë dhe edhe pse janë eliminuar, ne duhet jemi krenar për shkak se kanë luajtur futboll mjaft mirë. Zvicra e shqiptarëve po ashtu u eliminua fal penaltive, se e komenton paraqitjen e shqiptarëve tek Zvicra. Unë mendoj që kombëtarja zvicrane nuk është ajo që ka qenë në kohën e Otmar Icfieldit, nuk e bën ato lojë që i ka bërë më herët, dhe tash eliminimi i tyre, pse nuk ka qenë shumë, loja ka qenë e barabartë, loja e fundit, por janë eliminuar me merit. U eliminuan shumica e favoritëve për ta fituar këtë Europian, Italia, Spanja, Belgjika, një Belgjik me shumë emra. Po, prej Belgjikës kanë pritur gjithë, duke ditur cilësinë e lojtarëve që e ka në ekip. Mirë po, një prej favoritëve kryesor mund të themi që ka qenë Kroacia, pas fillimit të kampionatit, me lojrat që i ka bërë në fazën e grupeve, kanë qenë shumë favorit për me jetë tutje, po ja që futbolli është ky edhe normal. Sa përket Kroacisë, a mendoni se edhe problemet e federatës brenda i kushtuan me eliminim? Unë nuk besoj, ata të gjithë janë lojtarë profesionistë, ekipa që lojtarët që luajnë në kombëtare, domthoni harrojnë gjitha problemet tjera, dëshirojnë ta përfaqësojnë kombëtarën e tyre në mënyrë sa më të denjë, kështu që fati deshi që ata të eliminohen. Për fund jeni trajner i shkollës së Kekut, si po shkojnë punët në shkollë? Po, shkolla futbollit Keku është prej shkolla më cilësore në Kosovë, mund të themi. Ka qitur shumë talent të ri në futbollin e Kosovës dhe jashtë Kosovës. Punojnë trajner të licencuar, kemi infrastrukturën më të mirë në Kosovë për me punu me fëmijë, kështu që po vazhdojmë punën, edhe tash mas pranimit jemi gjithë optimist se do të kemi kushte më të mira. Vetëm faleminderit që ishe pjesëmarrës. Faleminderit të juve, ishte kënaqësi.